Përshëndetje, mund e mund. Përshëndetje njërë për qësë. Atë seancë në vazhdimit shqyrtire gjyqësor dhe të akuzuarit Pret Valentino Corleone, i cili nga Prokuria Themelore në Prishtinë Departamenti i Krimeve të Rënda dyshohet për kryen e veprës penale, blerja e posedimit, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 paragrafin e Kodit Penal të Republikës Kosovës. Shqyrtimi sot në gjyqësor është i hapur për publikun dhe fillon në orën 13:25 minuta. Të pranishëm në shqyrtimin e sotëm janë Prokurorja e Shtetit Dulina Aniti dhe mbrojtësi i të pandeurit, i të akuzuarit Princ Valentino Corleone sipas autorizimit avokati Ahmet Tahiri. Mungon i akuzuari Princ Valentino Corleone, i cili për shqyrtimin e sotëm gjyqësor ka qenë njoftuar nga seanca e kalume, mungesën e të cilit nga seanca e kalume, mungesën e të cilit e arsyeton avokati mbrojtës, me arsyetimin në avokat i njëti se i njëti shkojnë drejt për drejt. Alla një ure me lemraj që të shkak probleme familjare dhe shëndetësore sot nuk mund të jetë prezent dhe i njëti më premtoj që nuk mund të jetë prezent dhe i njëti më premtoj që nuk do të mungoj në seancën e radhës. Nuk do të mungoj në seancën e radhës. Faleminderit. Parnes, avokat, nëse s'kemi diçka tjetër, mundën i mund. Kështëna pikë kryerresht, po ashtu mungoj dëshmitaret Liridona Hamiti dhe Alba Bayraktari, për të cilat pak para fillimit të seancës zyrtari policor i stacionit policor Qendra njoftoi gjykatën se nuk ka mundur ta siguroj praninë e tyre në seancën e sotme. Mungon edhe dëshmitarja Mirdita Shabani, për të cilën stacioni policor Jugu në Prishtinë nuk ka dhënë kurfar arsyetimi lidhur me mos realizimin e kësaj urdhërese. Pikë kryerresht, pasi që nuk ka kushte për mbajtjen e shqyrtimit të sotëm gjyqësor,
Këtë gjë merr agrendim, me të cilën shtyhet shqyrtimi sotëm gjyqësor për datën 3 shtator, prokurore. Okas. Po gjyqtar vetë një që kam 9:30, pastaj në rregull çdo gjë. Saki? Fillestore që është një 9:30, ha? E lanë vajta. E që në ora 10, në rregull. Gjulli shkote arsyetimi avokatit të një? Po. Avokat, a mundini me i siguru gjykatës do një raport mjekësor nëse njëti ka probleme shëndetësore? Unë do ta njaftoj palën që me pru dokumente, mirë po personalisht nuk moj, se Okej. do ta obligoj, do ta njaftoj që është obligimi ju, mandej E shënot seanca radhës, caktohet me datën 3 shtator, ora 10. Për palit prezente, ky njoftim do të shërbejë si ftesë rregullt. Obligohet avokatin mbrojtës që në afatin kohor prej 3 ditëve për gjykatën të siguroj raportet mjekësore çfarë? për tani të akuzuarin. Me lek 70 sekundë të usat se dhe plan. Okej, mirë, e do në prej 3-7 ditë të siguroj raporte mjekësore për tani të akuzuarin. Dhe në varësisht nga sigurimi i këtyre raporteve ose jo, gjykata do të procedoj konform kodit procedurës penale. Ndërsa për dëshmitaret, Liridona Hamiti, Alba Beraktari, dhe Mirdita Shabani, edhe njëherë do të urdhërohet Policia e Kosovës që ta siguroj praninë e të njëjtave për seancën e radhës. Prokurore, avokat, nëse s'keni diçka tjetër me shtu, shqyrtimi sotëm përfundoi në orën 13:34 minuta. Nëse s'keni vrejtjen procedurën, e në nështrunit njëjtin edhe
E pranoni përmes email-it ose nëse doni me marrë fizikisht. Qartë, mirë. Ditën e mirë, kaloni mirë.